banorët. Kjo qeveri zgjidhjen e shef të rritja e çmimeve. Absolutisht jo. Ne do shkojmë drejt uljes çmimeve me synimin për uljen maksimale, për të mos thënë pa tarifa. Sepse duhet një investim i madh përpara që të arrihet në. Por, në kuadrin e projekteve të mëdha energjetike që kemi, ato shpejtojnë edhe mundësinë e furnizimit me çmime simbolike të qytetarëve me ujë. Impiantet, ne patëm një projekt nga Velipoja në Ksamil për 11 impiantet për punimin të ujrave të zeza dhe për bllokimin e të gjitha derdhjeve ndetra të ujrave të zeza nga pjesa tjetër e Shqipërisë. Ky ishte një projekt realist. Dhe u ndërtuan disa prej tyre. Nga Saranda në Shëngjin. Problemi është se kryetarët e bashkive në vend se të paguajnë energjinë për funksionimin e tyre, i derdhin në det, preferojnë i derdhin në det. Dhe të mbetemi pas një flamur blu ose me flamuj blu sporadik në brigjet tona fantastike. Marrin fund. Nuk u ndala tek transporti ajror. Thash disa fjalë për aeroportin e Vlorës. Përveç problemeve të mëdha që me ndërtimin ka një problem jashtëzakonisht të rëndë. Ai i prish Vlorës ekosistemin miravjeçar. Aeroporte mund ndërtosh, po atë ekosistem që i prish ky aeroport nuk e ndërton më dot. Është një krim madhor mjedisor. Ju them unë ju, besniku e di, kur ne ndërtuam autostradën Levan Vlorë, është ndërhy në interesin më të mirë, në mënyrë shumë të vendosur dhe i përgëzoj Komisioni Evropian dhe institucionet europiane që kjo autostradë të mos cenonte habitatin, të respektonte, dhe ne bëjmë gjithçka në përputhje me ato kërkesash. Këta shkuan ndërtuan aeroportin pikërisht aty ku e çfarosin. Plus që ka probleme tjera, se zonat e shpendë nuk janë kurrë të favorshme për të ndërtuar për avionët, por në mos gaboj, konventat ndërkombëtare kanë filluar, institucionet ndërkombëtare kanë filluar të ngrenë shqetësime shumë serioze për te. Nuk mund të them, por një gjë them se është ndërtuar një vend që s'do të ndërtohej. Jo, nuk do të ndërtohej. Ne kishim fiksuar një vend, një shesh, një shfush shumë përshtatshme, midis Vlorës dhe Firit. Nuk prekta, edhe ishte toka, nuk prekta absolutisht habitatin, po i shërbente jo vetëm Vlorës, po edhe Firit, edhe Beratit, pra kapte i pjesë më të madhe të jugut. Këta vrapojnë mas xhepit, mas kontove. Ndaj dhe një plan fort i studiuar i transportit ajror brenda vendit do finalizohet dhe do veprohet mbi bazën e tij. Natyrisht, hekurudhat, autostradat,